Kush ka probleme me kolitin, duhet të hajë sa më shumë këto ushqime në dietën e tij. Dieta e varfër ushqimore, abuzimi me ushqime të ndryshme dhe të thata dhe jeta sedentare janë disa nga shkaqet kryesore që çojnë në shfaqjen e kolitit, ndërto simptoma kryesore përmendim dhimbjet e barkut, diaren, gazrat e aparatit tretës, kapsullë vështirësi në jashtëqitje. Në këtë video do të rendisim disa këshilla ushqimi që duhet i konsumoni rregullisht nëse vuani nga koliti. Kosi është një ndër ushqimet që nuk duhet të mungojnë në regjimin ushqimor nga ata që vuajnë nga koliti. Ai përmban acid laktik, substancë që lufton inflamacionin. Uji i orizit. Sikurse lëngu i patateve dhe uji i orizit është i këshillueshëm nëse keni probleme me kolitin, rregullon pH-in natyral të stomakut dhe redukton inflamacionin. Bananet përmbajnë fibra të tretshme në ujë, ndërto të rëndësishme janë edhe pektina, që ndihmojnë në sistemin tretës të bëjë një trajtim më të mirë problemit.